Në ditën e parë të festës së Krishtlindjes, Pal Prenkaj me familje përpos që festonin. Ata ishin edhe në pritet e mysafirëve që sipas tradites vizitojnë të afërmit e tyre për 3 ditë me radhë. Me ushqime dhe pije, siç e do kjo festë, e zonja e shtëpisë me ca fjalë uron të gjithë anëtarët e familjes. Me paqe, me rahati, ne e tonë botën inshallah. Vitin e ardhshëm edhe më mirë. Ata e nisin festën që në mëngjes, ndërsa Zefi na tregoi traditën e festimit të kësaj feste. Ditën e parë na përgatitemi për darkë, sa është darka natja ringjalljes lindjes së Jezu Krishtit. Edhe mandej shkojmë në mal, e prejmë një buzmin, si tradicion se kemi ndryshu, e prejmë e përgatisim kur në mbrëmje, e shtim buzmin mërën, mas ceremonisë me buzmit fillon darka. Mandej shkojmë në meshën e mesnatës, në kishë 12 ora. Edhe mas mirë të kajtë rrimë shot. Edhe nuk flemë gjumë deri, se e presim lindjen e Jezu Krishtit në 12 ora. Lezja po ashtu e dha dhe një mesazh urimi për të gjithë pikërisht në këto ditë që simbolizojnë paqen, harmoninë dhe dashurinë. Kjo është nata Krishtlindjes, si ka le Krishti. E kena festu gjithmonë, kena shka s'kena pas hiq për këtë natë, se tash ka ardhë pasja për gjithkan, inshallah vjen, qështë me thonë, lumëturia, dashuria, tanat mirat, inshallah vinë. Në natën e parë të festës, besimtarët e krishterë rrinë zgjuar dhe festojnë deri në orët e vona të natës. Mirë po të nesërmen, edhe familja Prenkaj kishin hapur dyert për të gjithë vizitorët e mundshëm që prisnin t'i urojnë festën.